Universiteti Vitrina fton në një seminar të hapur për studentët e saj, për herë të parë pas 2 muajve të hapjes së ambasadës së Izraelit në Shqipëri, përfaqësuesin e saj, David Cohen. Me temë karrierën e ambasadorit, për edhe perspektivat mes dy vendeve, theksi u vu tek marrëdhënie ekonomike. Ambasadori Cohen theksoi disa nga projektet që do të arrihen të realizohen së shpejti, duke filluar me krijimin e dhomës së tregtisë shqiptaro-izraelite. The Israeli-Albanian Chamber of Commerce. Do të inaugurojmë në 28 shkurt dhomën tregtare të Izraelit në Shqipëri. Kemi kompani shumë të mira shqiptare dhe izraelite, me të cilat do të arrijmë të investojmë. Nëpërmjet kësaj mënyre do ju mundsojmë adresat kompanive izraelite si të investojnë mirë në Shqipëri. Në muajt e fundit disa kompani izraelite po vinë në Shqipëri, ku do investohet shumë në detin Adriatik, por gjithashtu edhe për nxjerrjen e gazit dhe të naftës. Kompanitë të tjera do investojnë në fushën e minierave dhe në fushën e peshkimit. Kemi investuar po ashtu për hidrocentralen në Valbon, i cili është një projekt për 110 milion eurosh. Gjithashtu ambasadori izraelit shpjegoi prezencën e tij në Universitetin Vitrina dhe bashkëpunimet me shtetin Izrael në fushën akademike me të gjithë universitetet. Jemi gati të shkëmbejmë kulturën mes akademisë izraelite dhe shqiptare. Ne duam që të zgjerojmë marrëdhëniet tona dhe shpresojmë që mund të arrijmë në një zgjerim. Kemi Universitetin Utiva, e cila ka një program special dhe në anglisht. Në këtë universitet mund të fillojmë shkollën në gjuhën angleze për ato që s'dinë hebraisht. Jemi gjithashtu në një proces të dërgimit të një studenti. Zëvendës rektori i Universitetit Vitrina, Teki Kurti, në fjalën e tij prezantoi karrierën e ambasadorit Cohen dhe vlerësoi bashkëpunimin e mëtejshëm me studentët e këtij universiteti.